Ndërsa presidenti amerikan Donald Trump po e prezanton bordin e paqes si një iniciativë globale për zgjidhjen e konflikteve nga Gaza deri te Ukraina, refuzimet dhe skepticizmi nga shtetet kryesore europiane po zbulojnë përçarjen e thellë brenda aleancës transatlantike. Në një intervistë për BBC, ministrja e jashtme britanike, Yvette Cooper, deklaroi prerazi se Mbretëria e Bashkuar nuk do t'i bashkohet bordit të paqes, duke e konsideruar të papranueshme përfshirjen e Vladimir Putinit në një strukturë që flet për paqen, ndërkohë që Rusia vazhdon agresionin kundër Ukrainës. Nuk ka asnjë sinjal se Putini është i gatshëm për paqe. Ne nuk mund të ulemi në të njëjtën tryezë me një agresor të tillë, u shpreh Cooper. Të njëjtin qëndrim e kanë mbajtur edhe Franca dhe Norvegjia, të cilat kanë shprehur rezerva serioze për legitimitetin dhe rolin real të këtij bordi në raport me Kombet e Bashkuara. Sipas diplomatëve krijimi i një strukture paralele me autoritet të paqartë dhe të udhëhequr nga Trump në mënyrë të përhershme është një precedent i rrezikshëm që mund të minojë rendin ndërkombëtar ekzistues. Italia përmes kryeministres Giorgia Meloni ka refuzuar të marrë pjesë në ceremoninë e nënshkrimit në Davos, duke theksuar se mund të ketë probleme kushtetuese dhe procedurale që e bëjnë të pamundur antarësimin e Italisë në këtë moment. Ndërkohë vende të tjera si Kina, Irlanda dhe Ukraina kanë shprehur skepticizëm të fortë, pa dhënë një përgjigje përfundimtare. Kina ka theksuar për kushtimin e saj ndaj sistemit ndërkombëtar me OKB-n në qendër. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka qenë i qartë, nuk mund të ulemi në një bord me Rusinë, që është armiku ynë aktiv, dhe me Bielorusinë që e mbështet.